Tani, shpjegojmë në këtë video se si mund të lidhim ne brokerin me aplikacionin MetaTrader 5 në këtë rast, sepse trading t'i jep accountin në MetaTrader 5. Siç thash, unë këtu po e aksesoj telefonin tim nga MacBook dhe mund t'ju tregoj më thjesht. Fillimisht shkojmë, shohim kredencialet të cilat i kemi këtu. Fillimisht duhet të dim që serveri është Trading Real. Dhe shkojmë këtu, përdorim Trading. Dhe duhet jetë serveri Trading Real. Më pas në Enter Login, përdorim këtë dhe kopjojmë, pra account number. Shkojmë këtu, e bëjmë paste. Pra e kemi bërë paste tashmë dhe më pas përsëri shkojmë dhe marrim passwordin, master password. Shkojmë këtu dhe këtë e bëjmë paste. Kështu kemi marrë të gjithë të dhënat e nevojshme nga brokeri të llogarisë që krijuam, domethënë në videon përpara, dhe i kemi vendosur tek platforma MetaTrader 5. Bëjmë sign in dhe accounti është i sapo hapur dhe mund të aksesojmë çdo lloj çifti që mund të tregtojmë. Pra kaq thjesht është për të lidhur brokerin trading me aplikacionin MetaTrader 5, i cili është domethënë një aplikacion shumë i rëndësishëm, platforma ku ne do të tregtojmë. Më pas e bëjmë I have saved my credentials dhe tashmë jemi në dashboardin e accountit që ne hapëm. Pra balanca 0, equity 0, etj. Ky është i gjithë dashboardi profesional dhe shumë i mirë, të them të drejtën, për sa i përket brokerave. Është një nga ka disa analiza statistika këtu që shumë nga brokerat nuk e kanë. Pra këtu kemi shumë data dhe statistika të cilat mundet edhe të na ndihmojnë shumë për tregtimin ton. Kështu që kjo ishte një video se si mund ta lidhim ne domethënë brokerin me platformën MetaTrader 5.